Jam në një hall shumë të madh, thot, kam bërë një nikah tek ju para kaq vitesh. Dhe jemi ndarë tani, thot, Zoti na ruaj. Unë kam shkuar tek prindërit e mi, mirë po ai nuk e pranon ndarjen. A duhet bërë patjetër ndarja tek ju ku kemi bërë nikahun? Apo jo? Jo, më jo, ai nda. Hajër, inshallah Zoti ja lehtësoft, Zoti u thon të hajër. Ka ca burra që thonë s'ta jap ndarjen. Kush je ti që s'e jep ndarjen? Si e Zoti? Jeni nda, pavarësisht gruaja po e kërkon me drejt apo pa drejt. Ti nuk mund të marrësh peng dikë tjetër. Okej, ka një hadith që thotë ajo grua që e kërkon divorcin pa të drejt, nuk e nin erën e xhenet. Okej, po e kërkoj vëlla. Si ta marrësh me zor? Jo s'ta japun, po kush je ti vëlla? Se jep, ti jep gjykatësi. Kadiu. Nuk ka kadia jep mystiu. Nuk ka mystia jep imami. Nuk ekzistojnë këto, po keni bën letra, e të fut letrat në gjykat, nda me gjykat. Thujti je gruaja ime ala. Ka tip atill, diun tip atill. Jo, thotë unë s'kam ndas të bën as më martuar, po, mirë.